Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro vizitoi kantierin e shkollës Urani Rumbo, një prej institucioneve arsimore në zonën historike të qytetit të Gjirokastrës, e cila i është nështruar rikonstruksionit. Kam akoma më të madhe kënaqësinë kur këtu bashkë me mikeshën time dhe kolegen ministre Manastirliu premtuam që do të mbështesim projektin e bashkisë me financim për rindërtimin dhe rinovimin e krejt shkollës Urani Rumbo, një shkollë shumë e veçantë. Ja ku jemi sot te kantieri. Ajo që është e rëndësishme është që garantimi i eficiencës energjisë, pastaj na kursen lekët edhe rrit parametrat të freskisë dhe të ngrohjes. Kumbaro theksoi gjatë këtij inspektimi nevojën e ndërhyrjeve për të rikthyer shkollës hapësirat e uzurpuara. Një gjë që i mungon në mos gaboj shkollës janë hapësirat rreth rrotull për programet ekstrakurrikulare. Hapësira për terren sportiv s'kemi. E para njëherë prioritet ka interesi i fëmijëve dhe prona publike. Në respekt të pronës publike, ne nuk mund të jemi uzurpime të hapësirave, kështu që patjetër kur prindrit kërkojnë kurse më të mira për fëmijët, por edhe hapësirën publike për ta vënë në shërbim të shkollës, patjetër që do ta lirojmë. Është një aksion që ka filluar në të gjithë Shqipërinë dhe nuk ka pse Gjirokastra të bëjë përjashtim nga ky lloj ushtrimi. Kryetari do ta shikojmë me prioritet me qëllim që të shërohen hapësirat e uzurpuara dhe të rikthehen shkollës dhe të vijnë në shërbim publikut. Aq më tepër që shkollat qendër komunitare, shkollat ku duam zhvillojmë programet jashtë orarit shkollor, jashtë orarit mësimor, janë po aq në interes të familjes. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi tha se në këtë shkollë, që ka më shumë se 300 nxënës, projekti përbashkët me UNICEF, po kujdesemi që punimet të jenë në harmoni me peizazhin e zonës historike të Gjirokastrës. Kjo është një shkollë shumë e rëndësishme sepse është në qendër historike, është në zonën muzeale, për më shumë se 300 fëmijë që e frekuentojnë këtë shkollë. Edhe thash ishte një emergjencë, kështu që falënderimet më të mëdha shkojnë për qeverinë, për Ministrinë e Arsimit, e cila e mundsoi financimin e kësaj shkolle. Ndërhyrjet në këtë shkollë parashikojnë ndërtimin e një çatie të re, sistem kapot, rikonstruksionin dhe infrastrukturë të re, si dhe përmirësim të eficiencës energjetike.